në këtë mënyrë, këtu ka rënë praktikisht shteti si një mbrojtës i interesave të qytetarëve. Kemi rastin kur shteti në këtë rast, në këtë moment, është kthyer kundër qytetarëve të vet. Dhe kjo është shumë e dhimbshme, sepse ne që të gjithë ne kemi deleguar pushtetin dhe i kemi dhënë të drejtën që ne të ekspozohemi me të dhënat tona personale, me gjithë shka tonën, me idenë që i kemi të sigurta, të ruajtura, dhe nuk na ekspozohen dhe nuk kemi objekt i sulmeve individuale, sepse nuk është vetëm thjesht çështje e sulmeve që mund na vinë nga shteti më shtet, por është edhe çështje e secilit qytetar që është i ekspozuar sot përballë luftës hibride dhe personale ndaj një individi. Unë sot jam i pasigurt në këtë drejtim, biseda jonë sot është e pasigurt që po zhvillojmë në këtë mënyrë, pra që do të thotë që ajo garanci themelore që duhet na jepte shteti na ka rënë. Na ka rënë dhe kjo është dramatike për ne. Unë nuk e kuptoj mungesën e seriozitetit dhe të alarmit që institucionet përgjegjëse, kryeministri vetë në vetë të parë ka qetësia e tij olimpike për të bërë intervista krejtësisht të qeta, soft, a thua se asgjë s'ka ndodhur, është e habitshme, por unë mendoj që është edhe një po them një situatë e vështirë për të, dhe shpesh herë situatat skizofrenike që i krijohen individit politik nuk marrin parasysh rreziqet e vërteta dhe reale që ai sjell. Kush duhet mbaj, profesor, përgjegjësi politike për funksionimin e Akshit, kur drejtuesit e saj dalin në hetim penal, ndërkohë që drejtuesit kryesorë të Akshit janë në masë sigurie, ndërkohë që ky institucion është promovuar ashtu si e dim prej vitesh si suksesi i reformave? Po përgjegjësia është direkte e kryeministrit, se në rastin e Akshit, ai e ka varësinë edhe institucionale, e ka drejt për së drejti. Dhe përgjegjësia është e tija. Ne nuk mund t'i kërkojmë llogari askujt, sepse ai në vetë të parë ka administruar dhe ka promovuar këtë sistem të menaxhimit të dhënave online dhe të mbrojtjes së të dhënave të qytetarëve të shqiptar, dhe ai shkoi dhe më tej sot, duke në këtë mandat të katërt, ai shkoi dhe më tej dhe krijoi një ministre online. Kuptoni çfarë çmenduri është kjo, domethënë kjo është një çmenduri e cila marrosi edhe institucionin e presidentit të Republikës, duke prodhuar një faktor juridik të paqene, kuptoni, domethënë është e pa imagjinueshme që një gjë që nuk ekziston të shpallet ministër. Pra kjo është një çmenduri institucionale e cila sigurisht do kishte këto pasoja, por themi të vërtetën, të ishte në këto nivele korrupsioni dhe administrimi i këtyre të dhënave të qytetarëve shqiptar, askujt nuk ja kishte marrë mendja. Ne kemi dëgjuar her pas here nëpër media, ka pasur gazetarë të guximshëm të cilët kanë raportuar lidhur me të, por askujt nuk i shkonte në mendje që ky nivel korrupsioni deri në krime të organizuara të mund të ekzistonte. Pra kjo është një moment tërësisht i papranueshëm për shoqërinë shqiptare, dhe qytetarët shqiptarë duhet ta kuptojnë që ky në këtë rast duhet ndërhyrë, duhet reaguar për të mbrojtur. Është momenti për të mbrojtur. Profesor, nga ana tjetër, hetimi i SPAK përfshin këtu tendera me vlera miliona euro dhe dyshime për manipulim të gjitha procedurave. A kemi të bëjmë tashmë me një korrupsion klasik në tendera, apo me një skemë të gjerë ku institucionet tashmë po përdoren për interesat të caktuara ekonomike? Shko, në librin e fundit që kam botuar, Antropologjia e ligjit, një nga çështjet me të cilat jam marrë është drejtësia algoritmike. Drejtësia algoritmike i referohet aftësisë që ka kompjuteri, dhe në rastin konkret diella, për të përzgjedhur tenderat
në varësi të kritereve, supozohet të drejta të paravendosura nga sistemi. Në fakt, kritikët e kësaj drejtësie algoritmike argumentojnë se pavarësisht se po vihet në pyetje funksioni jurist, i gjyqtarit dhe i prokurorit, në përpjekje për të zëvendësuar nga kjo lloj drejtësie, në fakt njeriu është i pazëvendësueshëm sado që të përpiqen dhe sado që të kemi ne si shoqëri njerëzore tendencën për ta shfrytzuar zhvillimin e teknologjisë e informacionit. Në këtë kuptim ju them se asgjë e paracaktuar nga ky sistem në dukje i drejtë dhe në dukje algoritmik nuk vendoset dot pa parapërgatitjen e njeriut. Ndaj, është e rrem ideja se tenderat publik po zhvillohen mbi bazën e një drejtësie e cila garanton maksimumin e vlerësimit, garanton ofertën më të ulët etj. Domethënë, këtu është një manipulim që i bëhet sipas rastit këtij sistemi të tenderave dhe të vërtetat dalin sepse në fund të fundit edhe SPAK-u vet nuk i referohet për hir të vërtetës kësaj teknike hetimore sipas të cilës ne të ndjekim vetëm dokumentacionin, por shkohet përtej dhe unë mendoj që SPAK në këtë rast ka arritur që ta dekriptoj, ta demontoj dhe të shikojmë që në fund të fundit ta njerëz të dalin para drejtësisë dhe të mbajnë përgjegjësi. Qartë. Mirë, profesor, një tjetër çështje ku Partia Demokratike ditën e sotme ka organizuar një protestë kombëtare duke i quajtur si një hap kyçfra për të përballur qeverinë dhe për të kërkuar ndryshime politike radikale në vendin tonë. Pyetja nëse mundet që një protestë e tillë tashmë të shndrohet në një pikë these në strategjinë e opozitës pra e cila është ndërtuar apo është vetëm një tubim simbolik? Po shiko, në çdo vend normal, opozita do ta kishte një kazus në dorën e saj, reagimin e drejt për drejt lidhur me një çështje kaq madhore. Ju kujtoj këtu që vet ish opozita e Partisë Socialiste në raste të ngjashme ka shfrytzuar në mënyrë maksimale momente të tilla të korrupsionit të hapur të ish numri 2 të qeverisë së asaj kohe që pretendohej që ai kishte marrë para. Po flasim këtu për vitin 2011, kur opozita e shfrytëzoi në këtë mënyrë. Dhe çdo opozitë në botë të njëjtën gjë do të bëjë, dhe unë mendoj që Partia Demokratike e ka detyrim përcaktim. Përgjigjen ndaj këtij momenti kyç të jetës politike në vend. Vijimësia e protestave të saj dhe format e pandërprera të protestave duhet të jenë motoja politike nëse ajo kërkon të bëhet vërtet mbrojtëse e interesave të qytetarëve shqiptar. Ne nuk i kemi, pra si shoqëri, kështu funksionon kjo punë. Nuk mund të pretendojmë që të vi dikush tjetër nga jashtë dhe të na përfaqësojë interesin publik. Opozita e ka detyrim caktim mbrojtjen e interesit publik. Dhe në këtë rastin konkret, Partia Demokratike është partia më e madhe opozitare që ka detyrën që të mbrojë këtë interes. Nëse ajo nuk e bën, do të thotë që nuk përfaqëson interesin publik. Qartë. Dhe do të ishte e përkundërta, do të ishte po them unë nuk e di, domethënë të rikthehemi në diktaturë. Të rikthehemi në diktaturë është një moment të cilin opozita duhet jo vetëm ta shfrytëzojë për interesa personale, por që ti shërbej shtetit dhe shoqërisë shqiptare. Vetëm në këtë mënyrë ne do të mund të vendosim para përgjegjësisë politike kryeministrin dhe qeverinë dhe do duhet që dikush të mbajë përgjegjësi për këtë. Unë mendoj që është një moment shumë i rëndësishëm dhe opozita ka detyrën ta realizojë këtë funksion për cilin është mandatuar me gjithë
me gjithë problemet që mund kishin zgjedhjet dhe kanë raportet e tregojnë etj, por në fund të fundit rezultati është kjo, që Partia Demokratike është shumicë në opozitë. Atëherë le t'i përfaqësoj këta njerëz dhe të jetë në nivelin dhe në lartësinë e kërkesës qytetare për një shoqëri demokratike. Nëse nuk e bën, është faj i saj. Qartë, profesor, mendoni se tashmë ka një përçarje brenda Partisë Demokratike duke pasur parasysh këtu edhe lëvizjen e fundit e bërë kjo nga Ervin Saliani? Po shiko, nuk e mendoj, sepse lëvizje të tilla gjithmonë do ketë edhe shumë mirë që ka. Në fund të fundit, zoti Saliani me gjithë kontradiktat dhe idetë ndryshme që ka, në fund të fundit unë nuk e kam parë që ai deri tani të paktën të dalë kundër Partisë Demokratike. Ai ka postuar, me sa e kam ndjekur, thirrje për protestën e sotme, domethënë ai është pjesë e Partisë Demokratike, siç e shikon ai veten, përpiqet që të jetë aktiv dhe unë nuk mendoj që zoti Saliani do të ketë kaq po them mungesë koherence ndaj vetes tij sa të shkojë deri në pikën kur të përqajë edhe një herë Partinë Demokratike. Domethënë gjithçka mund të ndodhë, por me sa e shikoj nga jashtë, nga po them nga një kënd tjetër vështrimi, mendoj që ata të gjithë po koordinohen në drejtim të luftës ndaj qeverisë dhe unë kështu dua ta interpretoj me gjithë po them iniciativat e brendshme që ai ka ndërmarrë, shumë mirë që i ka ndërmarrë, në fundit brenda dialektikës politike të një partie të madhe si Partia Demokratike, to duhet të jenë procese normale, sigurisht duhet të jenë statutore dhe duhet të jenë në përputhje me kushtetutën partijake. Ndryshe, domethënë kthehen në të kundërt, dhe unë me sa shoh deri tani